Lindja dhe vdekja si proces jetësor dhe fazat e saj fëmijëria, rinia dhe pleqëria, hoxh. Çka duhet të dim për këtë? A mund të na tregoni nga pak sa shpejt shkon kjo periudhë dhe si duhet të përgatitemi për fundin e lumtur apo tua lumtur në thoj? Zoti ka thonë Kur'anin e tij famulart: Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Pra ai është I cili ka kriju vdekjen dhe jetën, për t'ju provu gjithë cilin për josh, cili është ma ahsanu amala, ma vepër mirë. Pra njeriu për çka pas ka ardhur këtë jetë? Me demonstru veprën e mirë. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat ulaika hum khairul bariya. Ai që ka bën vepra të mira është krijesa më e dashtën e Zotit. Pra, çka kërkohet? Kërkohet vepra e mirë. Popujt që kanë arritur zhvillime të mëdha janë përqendruar shumë te vepra e mirë. Tashti definicioni I veprës të mirë. Vepra e mirë është edhe një urë me ndreq që I lidh dy fshatra ose dy qytete. Edhe një gotë me ujë. Edhe një gotë me ujë, sikur t'ja jepësh një të moshuari, një plak ose një plak është vepër e mirë. Shumë vepra e mirë bilaja. Të kujdesesh ndaj të moshuarve, të kujdesesh ndaj fëmijëve të vegjël, të kujdesemi ndaj adheut, ndaj vendit ku jetojmë, të kujdesemi për me nda kohë edhe për lexim, për librat, të kujdesemi që në shtëpitë tona ata kemi një mini librari të vogël. Gjitha këto janë forma që edhe kështu është edhe jeta që e pyete, edhe jeta kërkon kujdes. Rujtja e jetës, rujtja e nderit. Pejgamberi alayhis salam tha, për çka pra edhe njeriu në këtë jetë? Wa'budullahu la tushriku bihi shay'an. Me adhuru Zotin e mos me bë atij shok, me respektu tha prindërit, me mbjell fjalën e mirë, punën e mirë, veprën e mirë, derisa të vi takimi me Krijuesin dhe të vendosemi në xhenetet e bukura që janë të përgatitur për vepër mirët. Pra, vepër mirë në këtë jetë do I gëzon të mirat e kësaj jete, po pa dyshim do t'i gëzoj të mirat edhe të jetës së përtejme, që është ahireti së xheneti. Kështu që nëse ne pastaj vdekja është një proces. Nuk është një tragjedi e madhe. Shumë njerëz e bojnë të madhe vdekjen. Nuk është një tragjedi e madhe. Vdekja është kalim prej një fazë tjetër, prej një etapë tjetër. Normal, shumica prej nesh mërzitemi sepse kemi nda momente. Po pse mërzitemi se ndrojmë jetë? Këta unë duhet me ditë. Kjo është shumë interesant. Pse mërzitemi, për shembull se kemi me vdek, prandaj na nuk e dim diçka që është e padukshme dhe e pa imagjinueshme se ku do të shkojmë, prandaj mendoj që edhe friksohemi. Jo, absolutisht. Ne duhet ta dimi një gjë dhe ta kemi parasysh. Për besimtarin është I përgatitur xhenetet e bukura. Dhe ne nuk duhet të brengosim ose të mërzitemi për një besimtar kur ndon jetë. Pse se janë dy lloj mërzish. Është mërzi që po ndahet në këto çaste se o mësu me najt me ta, po është edhe mërzia që ku do të shkoj, a do shkoj në xhenet a në xhenem. Por nëse është I shpallur, do të thot, siç kanë qenë pejgamberët ose disa ashere mubeshere që kanë qenë 10 përgëzumit me xhenet, për shembull Omeri, Ebu Bekri, Uthmani, Aliu, që janë përgëzuar për zgjallë, kanë më thonë ta në xhenet. Për ata ka pas mërzi. Janë mërzit edhe pejgamberi për shembull për shokët e vet kur kanë ndru jetë, o mërzit. Po pse o mërzit pejgamberi? Shumë është interesant me shpjegu këtë pjesë, se njerëzit nuk e kanë të qartë këtë pjesë. Është mërzit sepse po ndohet për momentin. Pra për çat periudhë kohore, 10 vite, 5 vite sa. Pra për çata është mërzit, se nuk është mërzit se po shkon në dënim atje,
Se ka dy që atje do shkon në xhenet edhe inshallah do takohen bashkë atje. Po është mërzit se po ndodhet për çat moment, se domethënë kanë pas dëshirë mu taku, si me thonë të na tash, thuj se çdo ditë edhe me nda mendime së bashku, edhe kanë qenë një grup që kanë ndihmu në punë të mira, edhe kanë ndalu për të këqija. Edhe kur ndodhet një ekip, sikur është një ekip, nëse ndron ka lënë tjetër ekip, tash ta marrin si shembull, nëse del pe një ekipi, shkon një ekip tjetër, në një shtet tjetër, pe marr pak një shembull që me kuptu logjika njerëzore. E keni një nostalgji për ekipin. E keni nostalgji për ato dhe çojnë lojtarët se u largu pe atij ekipi. Për shembull, e kështu është edhe me xhenetin edhe me këtë botë, me besimtarin. Sigurisht. Besimtari kur kalon në botën tjetër, këta mërziten se ndroi ekip edhe shkojnë në një ekip tjetër. Por ai ekip mos harro se është ekip i yjeve. Ai është ekipi i suksesit. Sepse këtu ishte ndoshta në një ligë të dytë, po atje është liga e parë. Xheneti i Zotit. Pra mrekullia shpërblimi për Zotit. Pra ishte në këtë ekipin e parë, më falni, në ligën e dytë kaloi në ligën e parë. Po cila është më e mirë, liga e dytë apo para? Normalisht e parë. Prandaj Zoti tha në Kur'an bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa. Tha, në të vërtetë tha ju pëlqen kjo botë, me mirësitë që i ka rreth për qark, por ta dini që xheneti i ahireti është më i bukur, është më i mirë, sepse ai është i përhershëm. Edhe ka shumë mirësi dhe begati. Prandaj nuk bën të mërzitemi ne, po duhet mërzitemi nëse ai njeri ka ndru jetë edhe nuk ja, si kanë thonë të na, nuk ja ka po hajrin kurkush, po as vetja vetë s'ja ka po hajrin. Domethënë as vetja ti, po as tjerëve s'ka as hajri veti, as hajri tjerë. Që atër është më në vërtet me të ardhkes, me këtë qarje, se një kryes po largohet, pa kur farë, si thomë të na, amelje, pa kur farë vepre. Dobi. Amele vjen për fjales amele, ato që janë të leme, gjona të lindura, gjona të bukura, dhe më thonë që nuk kalon as një sen veprimet. Faleminderit shumë, hoq, këto fjalë ka të dashura.